A ke mendu se a kam për një me fanbase artistat në Kosovë? Rolling Loud, një festivali i hip-hopit i cili mbahet në disa vende të ndryshme të SBA-s, shtini me mendu se a kam për një me fanbase artistat shqiptarë. Veçanërisht që kjo video. Ky është Xavier Sobes, një ndër ikonat më të reja të undergroundit në hip-hop, por me një fanbase krejt tjetër nivel. Edhe pse i ka veç 426.000 dëgjues mujore, dikujt në Kosovë mundet me jo dok pak se jena mësu me milionat e tajlandezve. Xavier është shumë aktiv në lansime, si Keep It Going Zev, edhe gjithashtu With 2 në vitin 2024. E tu e ditë që nuk ka as label. Po një artist i ri të na, so mundet me ndërtu diçka t'tillë. Në haloj jetojmë në kohën kur artistat mas shumë ti performojnë në për klubet natës, se që është mas si ma i pasakti fanbazës. Të na shumë pak shkojnë fansat e vërtet për me e dëgju artistin. Zakonisht, klubet të na funksionojnë për me këcy, me pi, networking, ka një herë bëhet edhe si klubi debatit, e shumë herë veç për me nëzona i sen. Njëjtën kohë na mungojnë shijet personale, sa i përket muzikës, jena pak si shumë të mësume sena që na i lëshojnë non-stop, e pritojna me hulumtu diçka të re që mundet me na pëlqy neve. E shija jonë, masa ne i varët se çka po ngon rrethi, e çka po ta tregon dikush. Njëjtën kohë, halo nuk e kemi kulturën e dëgjimit të albumeve, presim me dal një sen me spot për me mujt mi a dhon një shans. E kur jemi te infrastruktur, është shumë problem. Shkakut që nuk kemi lokacione të ndërtuar posaçërisht për me majt koncertet vogla për artista të rinj edhe fansat e tyre. Por e fundit është më e rëndësishmja, është mundësia që i jepet këtyre artistave e tena është shumë minimale. Ka pas shumë artistë mirë ndër vite e që kanë pas sukses e në fund janë shu shkaku i mos paraqitjes live. Kështu që qysh kishim mujt me dalë prej kësaj grupe? Let me know, edhe të njëjtën kohë bane follower, bane fem në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.